Emisioni Jet o Jet me Tonzo Gjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Scantek, Leiza, Rimida, Agrion, Ciao Berto, Corona Dent, Mobileria Graniti, Bavaria, Crestlight, Union Fly dhe Spitali Lindja. Mirë mbrëma, mi që mi kesha, po takohemi në emisionin tonë të radhës në Jet o Jet. Kosova jonë është rëmby nga politika edhe ne si pjesë e kësaj shoqënie normalisht që jemi të prekun politikisht dhe në para fushat gjithmonë dominant ose protagonist kryesor të skenës në Kosovë janë politikanët të cilët jam mësyn garës për komuna me që bëhet fjalë për procesin zgjedhor në nivelin lokal. Sonde e kam tëftum e Don Cana, vjen nga Rahoveci, kur nuk e di çka ka shtymë më këtyn Rahovec nga një diplomat me shumë suksese, nga një kryeshef i agjencionit për integrime, që ka menaxhu fonde të Bashkimit Evropian, po me gjitha të pe nga vjen njeri edhe ra zemra, gjithsesi u dosht mu këtyn Rahovec se ja ka bërgj e dënë, mirë se erdhe. Faleminderit jeton për ftesën, është kënaqësi. Jo e keni përfaqësuar Kosovën në arenën ndërkombëtare, se e shihni sot rolin në diplomacinë kosovare, kjo është me rëndësi një herë për të kthyer në nivelin lokal. Po, situata në diplomaci është nuk ka në nivel të kënaqshëm. Tash nuk e di si mund të them, po Kosova është nën sanksione nga Bashkimi Evropian. Politika jashtëmoshte e suspenduar nuk ka ndonjë impakt sa i përket proceseve. Në fakt Kosova edhe nga procesi i integrimit evropian, nëse vendosim në perspektivë, mund t'ju them që para 13 viteve Shqipënia ka qenë larg Kosovës në procesin e integrimit, po sot Shqipënia po antarësohet në vitin 2030, Kosova është vendi i fundit në këtë proces. Ne ishim në atë kohë paralelisht me Malin e Zi. Kështu që është situatë shumë e vështirë. Kur thuat e pjesa sankcione, se na qytetarët e thjesht, po menoj, e dina sankcionet diçka na kanë nalë. Çka konkretisht na ka nalë Bashkimi Evropian dhe çka jemi të penalizuar? Në qoftë se na nuk kishim qenë sankcionet, çka kishim përfitu? Pyetje mirë. Po pikës pare ne kishim pas qasje edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kishim pas qasje në shtëpi të bardhë, gjë që s'kemi. Në sa i përket Bashkimit Evropian, ne e kemi të programuara çdo vit fondet e Bashkimit Evropian, të cilet janë për 100 milion euro, të cilat i dedikohen çdo vit. Çdo vit. Të cilat i dedikohen Kosovës si pjesë e përkrahjes së procesit të integrimit. Ato thirren fondet, instrumenti i parantarësimit, fondet e IPA-s thirren. Dhe në këtë kontekst ne kemi qasje vetëm në 2 shtylla, se unë jam, në fakt, kur kam qenë unë kryeshef e agjencionit, ne kemi fituar edhe qasjen në shtyllën e dytë, dhe më thënë që i bie Cross Border Cooperation, apo bashkëpunimi ndërkufitar, ato janë fondet që dedikohen për bashkëpunim ndërkufitar, po fondet e shtyllës së parë janë fondet që dedikohen për kriteret e Kopenhagës, qeverisja e mirë, demokracia, sundimi i ligjit, gjitha këta. Kështu që Kosova ato i ka të suspenduara, që i bie që nëse i marrim në këto 4 vite, edhe këtë vit mund të themi që për mbi 600 milion euro kemi fondet nëse i marrim në kalkulim të
blokuara dhe nuk janë në shfrytëzim, po ta kemi parasysh. Vlera inflacioni dhe vlera e të hollave humb. Nëse për shembull ti 200 milion i kitë bllokuara, atëherë nëse nuk i ke përdorur në kohën e dur, atëherë edhe ke humb momentumin si qeveri për zhvillim, e ke humb momentumin në procesin e integrimit, por edhe është devalvu vlera e të hollave. E çto pare me qërollafi, në qoftë se najherë bëhet kësmet edhe hjekun prej sankcionit, a i marëm a më këto jënë të flakura, ma s'hinë kombinim? Një pjesë e tyre janë të shkojnë, po një pjesë do t'i marim, por prap, do më thonë 100 milion, para 4 viteve, sot e kanë vlerën 50 milion. Që, po, edhe nëse marim parasysh inflacionin, vlera, gjitha këto, do më thonë, po nuk ka çështja e të hollave, është vetëm çështja e të hollave, është çështja e momentumit të procesit integrimit. Nëse u hapin, shembulli më i mirë Maqedonia. Maqedonia ka qenë shteti i parë në region që e ka marrë statusin kandidat, që 20 vite. Edhe që nuk është kësmet me u bo, sashtë? Që Shqipnia është... Në fakt, Malizi ishte, i thajmë front runner, ishte në vendin e parë, por Serbia përmes politikave të saj, destruktive dhe mund të themi të mirë të kalkuluara, ku mund të themi që edhe disa politikan shqiptari kanë bëjë izmeti atje në Malzi, e ka shkaktu që Malizi ta humbat momentumin edhe sot ku është Malizi. Fatmirësisht është antarësu në NATO, edhe jem krenar që ne kemi kontribu në atë drejtim, sepse ka qenë një momentum kur për arsye populiste dhe politikat populiste, Kosova ka mundur me ndiku që edhe të mos të antarësohet Malizi, po fatmirësisht ne kemi ndiku edhe sot nuk kemi se them, mund të themi edhe ndonjë luftë të brendshme të ndarjes së Malizi apo të kontrollit nga elementet të stilit rus që e përdor edhe Serbia të andarësimin e NATO e rrundësit unitetin e shtetit. Si është shinitarme në Kosovës në raport me BE-n dhe integrimet ndërkombëtare? Shiko, Bashkimi Evropian është rruga jonë. Unë e shoh ato me një qeveri që ka një vizion, një perspektiv, edhe një qeveri që i përballë standardeve të cilat janë të nevojshme. Ndonjëherë këto standarde janë të dhimbshme, po ne duhet i bëjmë. Edhe ta kemi parasysh, procesi integrimit nuk o procesi jashtëm. Procesi integrimit është procesi brendshëm. Reformat dollit brenda. Për atë arsye unë kur kam qenë kryeshef, e di sakt se jemi marrë me çdo ligj, me çdo proces brenda ministrive dhe e di sakt ku po qëndrojmë tani, po besoj me një qeveri shumë aktive mund të lëvizim shumë shpejt se Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm për të lëvizur shpejt, ka një vitalitet demokratik që e dallon nga shtetet në region. Që ta përmbyllëm këtë pjesë e parë me punën që ju e keni bë, si e keni pa krejt punën e Ministrisë së Jashtme, sepse ju e një kanë pjesë e Ministrisë së Jashtme, me në krye Donika Gërvala Shfarc? Unë isha rezervu me komentu masi kam qenë pjesë, edhe tash mund të tingëlloj si kurse une jo, nuk po flasëm në rrafshin personal. Po ashtu mund të interpretohet tek ne, po unë mund t'ju them që sot Ministria e Punëve të Jashtme është ministri jo funksionale. Jo funksionale? Jo funksionale. Ato e din të gjithë, ata që punojnë. Aty, përfaqësimi kur më i dop nuk ka qenë, nuk ka... Shiko, çdo ministri e ka misionin, vizionin dhe misionin e vetë. Edhe nëse një ministri shërben për arsye burokratike dhe administrative pa një qëllim specifik, atëre, do më thëmë, gjithë procesi i diplomacisë është i suspenduar, sepse aty vendos një person edhe nuk ka kualitet në... Me që ju keni qenë mrena, edhe në pozicionin e udhëhecit
Pse do të me konë qatë shumë nervoz insani kur është pjesë e ministrisë, për shembull? Njeri provon për me marë pushtetin, me arë në kryet të qeverisë, të ministrisë të caktume, a këni vrejt që do një ka shumë nervozit, ju bërtet gazetarëve, do më thonë, ka një sjellje ju konvencionale në raport me të gjithë. A ka bëran kjo? Kur e ki ketë pozicion, e ki ketë shtetin e ki në dorë. Pse je i dhënushëm? Qka ka të në këtë dhënim? A s'pi punojnë punëtorët? A jënë të e sabotu për imrena? A qka problemi? A ke mujtë me analizu këtë gjë? Jo, nuk besoj që punëtorët që punojnë në ministri dëshirojnë me sabotu ministrën. Po, në parim po thëmë, sepse dika e ka një... Kosova ka vajza e djemë të jashtëzakonshëm që janë, si them, herojnë të heshtur brenda administratës e diplomacisë. Po, unë mendoj që është më shumë reflektimi i gjendjes së saj personale, të cilën ndoshta dikush që është më kompetent për këtë punë mundet me interpretuar. Ka qef me ko nervoz. Mirë, të mbyllëm këtë temen e pjesës për cilën jo jeni kanë aktive dhe keni punu. Tani jeni kryetari degës së Partisë Demokratike në Rahovec dhe kandidat për kryetar të Rahovecit. Fillimisht në Rahovec ka qeveris një periudhë kohore, me sa kujtoj Idris Vehapi ka qenë kryetari i Rahovecit, më vonë ka ardhur Smajl Latifi, pothuaj se për një dekadë. Angazhimi yt atje, normalisht kur ofrohesh i shep problemet pe i brenda të njerëzve, hallit të qytetarëve, çka ke mujt me identifiku prej kur je kryetari degës së Partisë Demokratike në Rahovec? Çka janë problemet të cilat qytetarët i shqetësojnë më shumë? Unë muj me thënë që çka kom vrejt është që kjo qeverisje komunale ka shkaktu një depresion, është komuna e cila është menaxhuar pa vizion dhe kjo mungesa, mendoj qelsi është mungesa e shpresës për një të ardhme më të mirë në Rahovec. Rahoveci është një komunë e jashtëzakonshme, e cila me një vizion, me një punë si duhet, mund të shndrohet, pra ai disavantazhe mund të shndrohet në avantazh. Dhe unë çuditna se Rahoveci, domethënë, nëse e shohim në mënyrë progresive, si të them është që nga komunat më të pasura ka filluar të bëhet komuna më e varfër. Domethënë ne gjithmonë kemi qenë komunë e pasun, gjithmonë i kena pas kushtet të jashtëzakonshme, sepse ne e kemi punu tokën, edhe gjithmonë kemi jetu nga puna jonë, jo nga shteti. Po fatkeqësisht ne kemi një klim të qeverisjes, e cila dominohet nga një autokraci, në cilën një njeri vendos për të gjitha, edhe është një njeri, shikoni, nuk duhet hyj në kualifikimet tash, unë mendoj që ajo është punëtor, por të punosh, të jesh punëtor nuk mjafton për me menaxhu një komunë. Domethënë, atributi i punëtorit nuk ka atribut i një kryetarit komunës. Domethënë, unë mendoj që edhe vetë kam qenë menaxher, në fakt që nashta edhe mu më dallon prej tij, se punën e parë profesionale që ka bo zotri Latifi është kryetari i komunës. Se s'ka punu në isen për para? Jo, me sa e di unë, jo, ndoshta ka punu ndë një punë, po jo ekzekutive, se dallon, po mendoj që ndoshta edhe fakultetin e ka kryer Maslu, se nuk e di, domethënë nuk jam i sigurt. Po rrethonat kanë qenë të tilla. Rrethona tjera, domethënë kanë qenë, po ç'a duhet të them është kështu. Duhet të them që kryetari i komunës duhet të ketë një vizion, nuk mjafton të jesh punëtor, sepse ndonjëherë edhe puna e gabuar është puna më e dëmshme se sa pa puna. Cili është vizioni juaj? Po pikës e para është me ja kthy shpresën qytetarëve të Rahovecit që muj me bo më mirë, se tani kjo punë. Po, se tani me këtë qeverisje qytetarët e Rahovecit mendojnë që kjo maksimumi që mundet me dhënë komuna jonë. Në fakt kjo është minimumi. Komuna jonë është një komunë që ka potencial të jashtëzakonshëm. Unë prapë ju them, është komunë e cila ka një popullat që nuk varet nga shteti, po nga puna e tyre.
Ne duhet me kriju një vizion i cili e kanalizon këtë energji dhe ja u mundëson atyre që qytetarët e Ravës nuk lupin Lëmosh. Zdia e dini, po në Ravës nuk ka njerëz që Lëmosh. S'ka lëmoshtar? Jo, kur s'ka pas. Interesant. Është shumë interesant. Është komunë, domethënë që njerëzit punojnë, janë punëtor, janë të ndershëm, edhe kanë tregu veten, janë patriota të jashtëzakonshëm. Komuna jonë ka dhënë më shumë gjak se gati cila do komunë në Kosovë, për lirinë e Kosovës. Por kur nuk ka përfitu, me thënë që ne kemi luftu, apo domethënë njëra pi shtyllave të ushtrisë lirimtare kryesore, domethënë, që ka qenë zona operative e Pashtrikut, domethënë komuna jonë. Edhe mund të them, mund të them gabim, po edhe më shumë të ushtar të, po flas ushtar të vërtet. Në rregull. Të vërtet. Të UÇK-s si ka pas komuna e jonë. Me që Rahoveci njihet si popullat shumë punëtore, por që është shumë e dhonën mas bujqësisë, domethënë e kanë fokus bujqësinë. Si e ke pa gjendjen e bujqësi? Si është? Ashtu si e kalon PDK-ja kur ka qeverisë për herë të fundit. Domethënë s'ka progres. Subvencione asgjë s'ka lëviz. Ndihma asgjë s'ka lëviz. Përkrahje të ndryshme, nuk ka vizion, nuk ka asgjë. Edhe në fakt unë mund të them që nuk ka investime kapitale që janë filluar nga kjo qeverisje, përjashto asfaltin që e karakterizon këtë qeverisje, edhe kanalizimet, nuk ka ndonjë investim kapital që u fillu dhe u kry nga kjo qeverisje 10 vjeqare. Domethënë 10 vite nuk ka. Nëse i shihni investimet të mëdha kapital në komunën tonë, apo ndihma, të gjitha kanë vulën e PDK-s. Çka është kërkesa imediate, për shembull, e fermerëve në përgjithësi, e bujqëve, në përgjithësi punë të cilat ata jetojnë, i majnë familjet e tyre, e zhvillojnë komunën me punën të cilën e bajnë. Çka është kërkesa? Kjo është një temë shumë e gjatë, sepse kjo një qasje e ndarë është një qasje e gabuar. Unë mendoj që në komunë ne duhet me pas një pasqyrë me efekte zinxhirore të cilat ndërlidhen. Vizioni jam ndërlidhet me një qasje të përgjithshme. Qasja e përgjithshme ka të bëjë pikës pari, ne nuk mund të jetojmë si komunë vetëm për bujqësisë. Okay? Domethënë, ne duhet të shfrytëzojmë të gjitha potencialet që i ka komuna jonë. Bujqësia është një pjesë. Pjesa tjetër, e cila ndërlidhet me bujqësinë, ka të bëjë me përpunimin e produkteve bujqësore, po fillimisht të kemi edhe pikat ku ne mund të, si të them, të ruajmë këto produkte, masi të vjelim apo mbledhim, dhe të kemi këto pikat grumbulluese më efikase, të cilat ja u mundsojnë jetë gjatësinë produkteve. E dyta është plasimi i produkteve në treg. Ne duhet të krijojmë një, edhe me qeverinë qendrore, disa edhe tarifa jo bariera jo tarifore, të cilat ja u mundson produkteve tona në një kohë specifike që e bën edhe Maqedonia dhe Malizi, që i jep avantazh produkteve tona lokale. Por unë konsideroj që edhe shumë elemente tjera në këtë drejtim luajnë rol. Për shembull, unë kam një vizion që të kemi një studim të fizibilitetit, edhe këto mund ta marri përmes për shembull ambasadës italiane, që të kemi ekspert të kooperativave, themelimit të kooperativave, të cilat ja u mundsojnë fermerëve, se ne jemi në komuna me humbjen, pi komunave me humbjen më të madhe të popullsisë në Kosovë si komunë. Është popullu, edhe ne, domethënë, duhet të modernizojmë bujqësinë. Modernizimi bëhet përmes mjeteve, përmes, si të them, metodave moderne të punimit të tokave, por edhe përmes konceptit të kooperativave, të cilat nuk ndikojnë në, si të them, në megje, në katastër, po ndikojnë në bashkëpunimin e fermerëve ku bëhet menaxhimi i tokave me një produkt, punohet,
sepse në mungesë të punëtorëve, me mjete moderne, dikush zëvendësohet, edhe të kemi, domethënë, një qasje më të lehtë në këtë drejtim. Edhe bujqësia të mos jetë puna kryesore e një bujku, po bujqësia të jetë diçka si pasion i pasditës, sepse për moment pjesa e madhe e bujqësisë është rudimentare, që i bie që është menaxhuar nga familja, punohet nga familja, po kjo mund të ndrohet ku ka dëshirë dhe vullnet, po e them, të provohet, sepse ekzistojnë modele shumë të suksesshme ku përmes kooperativave bujqësore ne kemi punimin më të lehtë tokave, pra pronari nuk e punon, e pagun 1% nga profiti, po menaxhmenti që e menaxhon kooperativën e kryen atë punë, edhe negocimi i çmimit të produktit, po edhe plasimi është shumë më i lehtë. Kjo do të jetë diçka që ne do të fokusohemi, do ta shpalosim më vonë se si ne e shohim këtë formulë, po kemi përpunimin, po ashtu konservimin e produkteve bujqësore, po e kemi edhe një fazë tjetër, ajo është te turizmi rural, se unë kam dëshirë që Rahoveci të jetë kryeqendra e turizmit rural, në shumë fokuse, po një fokus të veçantë agroturizmin, edhe ky agroturizm të jetë i bazuar në konsumimin e produkteve lokale, gjë që fermerët lokal, blegtorët lokal, të arrisin kualitetin e produktit, pasi që edhe çmimi i blerës do të jetë shumë më i levërdishëm nëse ne kemi një rritje të konsiderueshme të konsumit përmes agroturizmit, konsumit të produkteve lokale. Kështu që kjo tingëllon paksa e komplikume, por nëse bëhet si duhet, atëherë mund të rezultoj në një zinxhir të suksesshëm të zhvillimit ekonomik, i cili normal kurorzohet me investimet kapitale. Edhe të fokusuara në prodhimtari, sepse Rahoveci ka shumë forma dhe mënyra dhe shumë kompani të cilat janë të interesuar për prodhime industriale apo të tjera, të cilat mund të ndodhin. Pra nuk zhvillohet Rahoveci as vetëm me bujqësi, as vetëm me agroturizëm, as vetëm me përpunim, por Rahoveci zhvillohet nëse i zinxhiri funksionon. Komplet gjëja që të bëhet, që të vijet në lëvizje. Pikrisht. Adam Smithi... Për të kthyer prapë të tema, se kjo edhe për mu, po e dëgjoj me shumë pasion, tani po organizohet edhe Hardhi Fest në Rahovec. Po, Hardh Fest, po. Hardh Fest, a? Po. Okej. Se është shkurtesë e Hardhis, Hardh Fest. Hardh Fest. Në qoftë se zgaboj, a keni qenë edhe jo iniciator i themelimit kësaj gjëje në fillet e para, apo? Unë nuk kom marrë pjesë direkt, po gjithmonë e kom mbështet. Unë mund të them që jem krenar që njeriu apo partia e cila i ka vendosur themelet ka qenë në kohën e ministrit Memli Krasniqi, domethënë, edhe Memli fondin e parë për ta jetësu këtë projekt, edhe themelet e këtij festivali i ka vendosë përmes financimit direkt. Po e zem, një Prishtinali duhet ta ketë një arsye me orë në Rahovec, ose se e ka një arsye, po e zem, me shku në Prizren, ose menoj që politika duhet me japë një mundësi njerëzve për mu grumbullu, me njofë zonën, me njofë terenën, me ditë, po duhet me pas një arsye, pse me arë. Shiko, tash... Se nuk qohet njeri për i Prishtine me dalë me pikapën në Rahovec. Po, kur teja e krijon një gjë, që njerëz të josh për me ardhë atje, e kjo gjë mu ka do e mirë. Kjo është merit e djemë e vajzave të jashtëzakonshëm të komunës sonë, pra kjo është menaxhohet nga një OJQ, është merit e tyne, domethënë, që nashta është edhe mishërimi i më të mirës ato që e ka komuna jonë, angazhimi, energjia pozitive dhe gjitha, por kjo nuk mjafton. Nuk mjafton. Po Rahoveci... Mund t'je i paknaqur me gjithë shka në kuptimin që je kërkus. Jo që jem i paknaqur, po unë mendoj që Rahoveci ka potencial që mu bo një qytet, një komunë që vizituat gjatë gjithë vitit. Po, në këtë kuptim e pata, dhe më dhënë, je në kërkem të shumë gjërav që e jetësojnë edhe e majnë gjallë qytetin me aktivitetet të ndryshme. Të cilat janë edhe, kanë, domethënë, beneficion direkt ekonomik. Ne e dim që përmes turizmit, në këtë rast turizmit rural,
nëse ne jemi të fokusuar si duhet, mund të kemi përfitime të jashtëzakonshme ekonomike për komunën tonë. Të gjitha, si të them, parakushtet janë aty, vetëm se duhet ai mozaiku të vendoset si duhet. Edhe Raveci mund të shndrohet, kjo është domethënë në planin tim, se unë kam fillu me shpalos planin tim Raveci 2035, jo rasisht e kom bo 2035, duke marrë parasysh që qeverisja lokale ka politika elektorale, pra më jep 10 vota, po hajde që ta rregulloj rrugën me kubza. Domethënë këto krejt komuna e Ravecit e din, nuk është që kam nevojë shumë Kjo ndodhë rëndom në Kosovë, domethënë nuk është vishë... Jo, te na është ekstrem. Te na, në fakt, unë muhim ju thënë që te na unë në komunë nuk guxoj me bo foto me disa njerëzit se kryetari i komunës në mramje shkon në shtëpi. Mos u tall, i shkon të shtëpia. I shkon të shtëpia. Pse ke bo fotografi? Pse ke bo fotografi? Ose shkon mi josh, naj punësim, ose naj... Domethënë mramje. Ashtu është, domethënë është... Po, diçka mu më befason. Se kjo është, domethënë, një farë skenari i Orwellit, po më befason që të gjithë e din, edhe nuk flitet shumë, e kupton, po të gjithë e din. Çdo qytetar i komunës son e din formën se si operon. E mos të hyj për sende tjera të cilat në fakt janë jo qaq të mira edhe për disa merita të njerëzve, mos të hyj edhe për shumë gjana që bëjnë, po ka dhe konkurse ku shpallen për 5 persona pranon 10. Kështu që aden janë procese shumë të dëmshme, të cilat... A do të përfundu që kjo saga i dënë? Kjo është një përtej politikës, është një tragjedi në vetë vete, e cila ka rezultu në këtë depresion, apo humbje shprese që mundet Raveci me bo diçka ma mirë. Sepse është unë për shembull i njoh njerëzit të cilët kanë qenë të obliguar, me shku të obliguar, sepse janë punësu në kohën e kryetarit, me shku në tubim të AK-s, edhe mas ju kry tubim, o më falë, na kanë obligu, po ne votojmë PDK, po mos me u vendin e punës. Kjo është domethënë një humbje e dinjitetit apo lirisë personale, e cila më dhem shumë. Edhe jep të fol për vajza e djem të ri, të cilët kanë frikë me bo një like në Facebook. Dhe në like? Domethënë në Raveci, e kom thonë edhe një herë, është që komuna e vetme në Kosovë ku ka 2 lloje të policisë. Polici lokale dhe polici virtuale. Në këtë polici virtuale marrin pjesë njerëzit që paguhen nga buxheti i komunës. Domethënë ne i dim me emra, me mbi emra kush janë ata. Shkruajnë mesazhe, i thonë pse ja ke bo urime, pse ja ke bo like, domethënë njerëzve, edhe më çojnë mua. Edhe jom i shokum. Pse kjo dëshirë? Dëshira është një pikpyetje e madhe shumë për mua. Dëshira për me qëndru në pushtet, për shembull, unë që shesha, e unë me siguri e kam gabim, kjo s'ka dilem, në fund ditës, në qoftë se ju bëhani kryetar, një rrogë një me marë. Unë për veti mund m'ju thonë me bindjet plot. Nëse punoj mirë mandatin e mirë, kandidoj për mandatin e dytë. Po ma shumë se 2 mandate kur nuk kandidoj. Mos u gotë, bre. Jo, absolut. Mos u gotë. Jo, unë e bëj këtë premtim publik që t'i ri besnik asaj pune. Jo, unë e në politik nga viti 2007. Domethënë, unë e kam fillu karrierën time politike me kryeministrin Ashif Thaçi kur e kemi shpall pavarësinë. Kam menaxhu 1.2 miliardë euro fonde nga Bashkimi Evropian nga konferenca e donatorëve në Bruxelles. Nuk e kam këtë punë jetë vdekje. Unë e pyes vetëm pse disa njerëz, si kryetari aktuale, ka jetë vdekje. E do në fund ditës, kur të shkon njeri në zyrët kryetarit, ta dhojnë qelsin e të qelhin, mas 30 dite kime marrë një rrogë. E barabart mund tjetë se di sa ka rrogën, po mund tjetë 1.200 euro. Për e zemë. Unë nuk e di, po e di rrëth 1.200-300, se sakt nuk mund me thënë, po unë mund t'ju them që për qëtë rrogë, për dalim për mos për përmend tash emra, unë e gjej 2 fishin Prishtinë. Jo, pse e thash këtë?
ka erdha rrugës më ranë sy një shpallje, një mobil shop, e kishit shpallje dhe rrogën, 1.000 euro rrogën, vetëm me ngjit case për telefon edhe me qëndru 8 orë në punë. E ki parasysh? 1.000 euro. Tash, qka është tonë që ky vullnet për mu bo kryetar gjithsesi, ama mos fshihet djalli që ka pak edhe vidhet, se mi dhonë tonë këtë siklet për 1.200 euro, a përgjën dyqysh, s'pa ka kuptim. Shiko, nëse një person rritë pushtet 10 vite, edhe prap lufton për pushtet jeta vdekje, atëre diçka shumë e dyshim të është aty. Është e dyshim? Absolut, shumë e dyshim për mu. Okej. Se une prap po e them, une kam dëshirë me rikthy shpresën. Shpresa i bën gjitha. Sikurse në jetë personale, edhe në nivel komunal, edhe shtetëror, ka të bëj me shpresë. Edhe njerëzit të cilën i kanë rrok armët, viteve 90, edhe kanë çliru Kosovën, kanë fillu me një shpresë. Domethënë çdo gjë fillon nga shpresa. Edhe unë besoj që komuna jonë e din që problemi kryesor është mungesa e besimit në institucionet lokale për mu bo ma mirë. E dënë, bashkë kryetar, vinë, ta urojnë, ketë në rregull. A kime konë kryetarit gjithve, sepse si pas saj që ti po e thu, për shembull Smajl Atipi, nuk është kryetar bashkë të gjithve. Jo, në fakt, ato e karakterizon një... Pa e zemë, një votus ka votu edhe ti e din. A kime trajtu në mënyrë të barabartë, si kur ai që të ka votu? Shiko, kjo ka të bëj edhe me si them edhe me kulturë, edhe me vedije, edhe me krejtë. Unë nuk muj me te i kalu vetën ashtu. Unë nuk muj një qytetarit, tregoj në fshatin, më ka ndollë, më shku një fshat denjë, 2 familje që janë me PDK, vetëm ato 2 rrugë nuk janë të shtrume me kupsa. Do më thënë, këto janë gjana aq banale për mu, sa që unë nuk muj me besu që në shekullin 21 ekziston një gjë e tillë. Ekziston një gjë e tillë. Kjo është sikurse në këto librat e rilindasve të Çajupit apo to libra kështu këto janë ato komedi, parodi të cilat unë nuk e kam besu që ekzistojnë, por jam shumë i shqetësuar që ekzistojnë edhe në formën më të keqe se që kam mendu. Edhe të gjithë në komunën tonë e din këtë punë. Me sa po të kuptoj, domethënë i bie që mirë është më të votu, po edhe në qoftë se s'me ke votu e unë i më zgjedh kryetar, unë do të jem kryetar. Po nuk diskutohet ajo punë. A di pse po vjen në diskutim, sepse këto fakte që ti po i potencon tani po lind si pasojë e pyetjes vijuese. Shiko, po e them kjo ka të bëjë me vizion, qëre. Njeriu që s'ka vizion, ai mendon vetëm për vota. Njeriu që ka vizion, ai e din që nëse ka zhvillim të gjithë bashkëm komunal, atëre ka mirëqenie për të gjithë, po edhe vota më shumë për të gjithë. Kjo ka të bëjë me perspektivën që i ki dhe nivelin e vetdijes, të cilin nuk e reflekton në punën për mu, gjëja më e shenjtë, si kryetar i arshëm i Rahovecit, do t'jetë zhvillimi i gjithëbashëm ekonomik, po jo vetëm ekonomik, po edhe sportiv, edhe kulturor, edhe bujqësor, e t'jetë Rahoveci vend ku vajzat e djemë tanë mos t'ikin. Unë jëmë këthy për Anglisë, ko marrë këtu, në Prishtinë, kom punu në qeveri. Tash jëmë këthy për Prishtinës në Rahovec, edhe pse unë jam i lidhën organikisht me Rahovecin, edhe gjithmonë nuk ko mungu kur aty, dhe më thonë nuk ka pas vikend që ko mungu, apo gjysën e javës kom nejtë këtu, gjysën atje, por, unë prapë po i them, nuk, kjo ka të bëj me diçka, me një dëshirë për ndryshim, nuk ka të bëj me një karrierë specifike politike. Eventuale. Nuk ka të bëj me ta. Edhe duke ikë të gjithë, mu në mendoj, unë ndoshta mu me thonë edhe i kam borgjë para artësve të mi, unë jam
Do më thonë, nuk jam aty, si themi, jam me shumë gjenerata aty, edhe unë kam një lidhje aty, edhe kam dëshirë që komuna jame, edhe ka potencial, jo që unë e besoj në ato, nuk ka çështje elektorale tash, se tash jemi po unë e besoj, edhe njerëz që më njohin e din që unë jam ashtu edhe e besoj në këtë punë, edhe vizionin që e kam, unë e besoj me pak punë, po me shumë vizion, kjo realizohet. Edon, qysh është gjendja në komunën Rahovecit me ujin e pishëm? Se në Kosovë hala kena probleme esenciale në shumë komunat Kosovës, për shembull 26-7 vjet pas luftës na hala flasëm për ujë shtëpies e Elon Musk i kanë nxjerrë ata Starlinkat, i ka qu na dhon internet pa kabel. A ka ujë shtëpies në Rahovec? Rahoveci ka probleme ujë të pijës. Edhe Rahoveci? Hajde? Edhe ta shtregoj. Edhe ka fshatna, si për shembull Drenoci, edhe Senoci që kanë probleme të theksuara, që për 10 vite ky kryetar s'ka mujt mjë zgjidh. Unë i kom thënë brenda një viti kom e zgjidh këta, kom e punu, për dallim për këti kryetare që nuk din, unë jo marrë me fondet të Bashkimit Evropian. Jo marrë me bankë zhvillimore. Që një gjash më rëndësi, a ka ujë në Rahovec? Ka ujë, ne kemi ujë, ka të bëj me menaxhim, ka të bëj sepse ne jemi në kompani regionale, do më thënë Radoniqit, që është liçeni Radoniqit, edhe me Gjakovën jemi. Problemi të menaxhimi edhe problemi, unë nëse bën tash, pasi jemi edhe në fushat, pse jo t'ju të njoftoj, edhe që referencë mundi me ftu këtu, ka qenë kryeshefi i ujësiasit regional Skender Bubljako, unë e kom zgjidh ujnë bashkë me to e disa persone kemi zgjidh ujnë e pishëm në Prishtinë. I kom siguru fondet. Sot njerëz të harrojnë, po ma herët Prishtinë nuk ka pas ujë 24 orë. E vërtet. Ne kemi punu me KFV-n, me Komisionin Evropian, me Komunën e Prishtinës, me Ministrinë e Financave, edhe e kemi zgjidh problemin e ujit në 3 faza e kemi nda. Faza e parë ka qenë edhe me KFV bile kom mirë njohin për atë punë, që është Banka Zhvillimore Gjermane. Edhe kjo ka qenë në 3 faza. Faza e parë ka qenë riparimi i rrjetit ekzistues Prishtinë. Faza e dytë ka qenë zgjerimi i kapaciteteve, domethënë përmes lidhjes së kanalit që të sjellë më shumë ujë në Batllav. Edhe faza e tretë ka qenë fabrika e ujit në Shkabe, ato që ka përuru Shpendameti, po s'ka ditë qysh ka tek. Qysh ka ardhë. Qysh ka ardhë, ja ka qitë qëritin, po. Ja ka qitë, kështu që studimin prezantimin e projektit e kam bon në kornizën investuese të Ballkanit Perëndimor, Western Balkan Investment Framework, kam qenë përfaqësues i parë aty, edhe kam prezantu projektin. Njëra është bëf studimi fizibilitetit. Para se të bëhet studimi fizibilitetit, është kërku nga ujësiesi regional i Prishtinës që t'i rregulloj pak humbjet, se ka qenë mbi 50% në humbje edhe financat t'i rregulloj. Pas asaj me punën që e ka bëu Skenderi në atë kohë, kemi mujtë me ullë për një vjet, me mbrija target, edhe pastaj kena fillu me KFV-n e me Komisionin Evropian edhe kena zgjidhur. Sot Prishtina ka ujë 24 orë, përja shto kjo pjesa e fatkeqësisht e Badocit që ende me ujtë helmum jena kënej, po nëse ku mujtë me zgjidh problemin e ujtë në Prishtinë, i garantoj qytetarëve të Rahovecit që jo me fondet tona, po me fondet e jashtme, pa asnjë problem, sepse uji nuk është luks. Është nevojë themelore. Ne domethënë në këtë kohë të bisedojmë për ujë, për mua është ofendim. Ofendim. Edhe unë ndaj të njëjtin mendim, edhe është gjë esenciale që kur i dëgjoj hala duke folë për çështjen e ujit pijës, për një me është unë jam të mendu për diçka tjetër. Unë jam të mendu diçka tjetër. Ne si PDK, ujitjen bujqësore e kena sjell në 2 anë, deri te fshati Sapniq në anën e djathtë dhe krejt deri në Agavës në anën e Majt. Unë ato jem të shëku si me kry deri në
hoqet vogël e Brestas, edhe me qu deri në Drenas Nelt, e me shku edhe poshtë Kodrës, edhe me kry bujqësi, me pas uj, sa dajnë, me ujit, pik, rendimentet rritin 30 deri në 40%. Ky është premtimi jem të cilin unë e kom e bo, sepse unë jam i bindun që edhe në nivel qendror do të kemi së shpejti Partinë Demokratike, e qytetarët e Ravez të dinë që Partia Demokratike të gjitha investimet më të mëdha, veç t'ja i ka bo në komunën tonë. T'ju tregoj, subvencionet ne i kena rrit 1.000 euro për hektar trushit. Kjo ka qenë vendimi i Partisë Demokratike. Do t'i rrisim prap, jo si lemosh, por si nevojë e kohës, e cila jo mundëson qytetarëve tonë që shpenzimet operacionale mi mbulu, por më e rëndësishme është se çdo qytetar i komunës sonë nuk po kërkon lemosh. Të gjithë po thojnë, ekni subvencione, veç na i mundsoni mi shit produkte me çmim normal. E këto kena me punu, unë personalisht ko mu angazhu, me Shqipnin pikspari, po edhe me shtetet tjera, që produktet tona mu shit. Kjo është, mendoj, suksesi më i madh që mu i me bo. Ja u mundsu modernizimin e bujqësisë, me mjete moderne, me subvencionu, me kriju një formull të menaxhimit të tokave, të punimit të tokave përmes kooperativave, pikat e grumbullimit, konservimin e produktit që mos t'i gjujmë ne në fund sezonit nëse nuk shiten, edhe shitja të të sigur, pikresht, edhe ta plasojmë produktin ton me kohë në sidomos në shtetet e regionit, por do të shikojmë edhe ma gjanë. Unë nuk flas këto diçka që është e pamundur, po ju tregoj që në shtetet e regionit, përjashto Kosovën, shtetet e regionit punojnë për Lidl, për gjitha këto supermarketet të ndryshme me produktet e ty, nëse s'pja u përmendi emrin, se në fakt nuk më vjen mirë kur që Serbia, për shembull, ka lidh një kontrat me një kompani si Aldea. Po, edhe i shet për shembull mjedra, i shet gjitha, ne nuk i bëjmë këto punë. Kështu që unë ku mu angazhu, ne kena me pas një ekip të ekspertave, se nuk ka problemi të hollave, i fondeve, është problemi i vizionit. Unë ekspertat më të mirë në këtë fushë do t'i angazhoj përmes fondeve të jashtme, se Komuna e Ravesti ka fonde shumë të limituara. Domethënë 6 milion euro investime kapitale është fond i limitum. Por nëse ne dim edhe kemi një të cilën unë do ta mbledh një ekip më të mirë në Kosovë, jo komunal, po Kosovë, për përgatitjen e projekteve edhe krijojmë kapacitet absorbuese në komunë, ne kena me thith fonde të jashtëzakonshme të cilat janë në dispozicion, pa janë të bllokuara, janë në dispozicion, por edhe më tepër. Unë ju garantoj qytetarëve të komunës sonë që ndonjëherë edhe raportet personale ndikojnë. Edhe unë kam qenë për 4 vite e gjys antari bordit të Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës në Paris. I ki lidhjet. Pikërisht, edhe ka shumë fonde aty të cilat janë të mundshme, edhe mund punojmë shumë, sepse ka shumë fonde të pashfrytzuara. Po ashtu, mos harrojmë, plani investiv dhe ekonomik për Ballkanin Perëndimor i Bashkimit Evropian për 4 vitet e ardhshme i ka në dispozicion 30 miliard euro për Ballkanin Perëndimor. Nën prej tyre në miliardëve janë grante. Edon, si është gjendja me ujrat e zeza? Sa impiante janë në Ravez? Ka gjendja është e tmerrshme, edhe jemi duke helmuar veten dhe natyrën për çka gjeneratat e ardhshme do të na mallkojnë. Une kam në planin tim Ravezi 2035, pra po e ceki e kam bodh 10 vjeçar, që të mos bëj politika elektorale, po të bëj politika për gjithë komunën dhe për çdo qytetar. Sepse nëse komuna zhvillohet, të gjithë përfitojmë. Nëse disa të preferuarit përfitojnë, të gjithë ne humbim. Andaj, unë kam dëshirë që Komuna e Ravecit të përfitojnë pikërisht nga këto fonde, të cilat janë me bollëk në Bashkimin Evropian dhe janë të dedikuara për mbrojtjen e ambientit, specifikisht edhe menaxhimin e mbeturinave, po edhe ujrave të zeza. Në fakt, kjo mundet mu dok se e kemi koordinu një farë forme këtë intervistë, po unë mujt ju të regoj që kur kam punu si kryeshefi i agjencionit, me Gjajka e kom bo impjantin e parë, kam qenë në Japoni, për këto, për një studim atje, edhe kam edhe din, edhe
Në Prizren kam punu për dy gjana, për ujrat e zeza me gjajka. E kena asistencë teknike edhe konceptin e impjantit, por edhe i kemi sjell kamionat për mbeturina nga Japonia falas, për komunën e Prishtinës edhe komunën e Prizrenit. Edhe këto konta për mbeturina ato të mëdha që janë për mbeturina, atëherë me gjajka, do më thënë agjensionin ndërkombëtar të Japonisë, edhe unë kam ndërmend që Raveci tjetë komuna e parë që menaxhon të gjitha ujrat e zeza si duhet, me standardet e Bashkimit Evropian, tjetë komuna më e gjelbërt, me ambient më të mirë, me menaxhim të mbeturinave më të mira, dhe një vend ku ne nuk shkatrojmë lumejt, edhe nuk e shkatrojmë natyrën, e cila tash për moment mund t'ju them është niveli shumë. Në fakt, sikur të isha votues si Rahovecit, për 2 sene mbinde, sepse kjo është fushat elektorale dhe të gjithë kandidatët që vinë dhe ulen aty në vendin tonë, normalisht unë kur isha me një dozë skepticizmi, sepse të gjithë jenë gare dhe tani edhe hiperbolizohen. Po mi ke dhonë 2 fakte që po të isha votu si Rahovecit, të kisha votu. Uji në Prishtinë, që është fakt dhe kjo është fakt që ju e konfirmut, unë se kam ditë, po që e konfirmut publikisht, sepse kemi përgjithësi për fjalën publike, edhe me gjajken që i keni nxjerrë donacion, kamionat. Po, në fakt nëse bën edhe një jeton mas jena në fushat. Po, patjetër. Unë edhe për kogenerimin fondet sot Prishtina nxehet pas 1 litër mazut, i kom siguru fonde, projekti ka qenë 30-40 vite i parealizuar. Edhe një fakt tjetër, se dëshira për më bë kryetar, do ta bëj, po shumë më intereson se si ke për ta bë, ose a ke pak eksperiencë, qofse ke bën ai punë të hajrit. E janë 3 faktet që lidhen, për shembull, aja pjesa kooperativa, aja ishte një diçka vizionare, po që të qytetarët leni shija, a do të bëhet, a s'do të bëhet. Aja do tjetë pilot projekt. Pilot projekt, dakor. Këtu jem skeptik, për këtë s'ta kisha dha votin, tash si votus. Po për gjana që janë të prekshme, për mu janë shumë interesante dhe menaj që secili kandidat në këtë formë do të prezantoj veten me projekte konkrete të cilat i ka bot dikon. Adhone muj mi ftu qytetarët e komunës tonë. Ju lutem shikoni, kërkoni CV të kandidatëve. Premtimet nga njerëzit të cilat nuk kanë menaxhuar kur asgjë, janë premtime boshe. Edhe këto që i tha e doni. Kjo nuk ka të bëj me mu. Edhe këto që i tha e doni, shfletojni, shihni. Shikoni CV. A janë sakt, po pavarësisht unë e kërkoj kështu si... Se ai kur e pa pyet njonin, a din migraj helikopterit, tha vetë qoma edhe... Po vish nisma pak. Edhe une i lakmoj disa persona që kandidojnë për kryetar komune e nuk kanë menaxhu 2 persona, një jetë. Une befasona me kurajën e tyne. Vullnet kanë. Vullneti nuk mjafton. Nuk mjafton, e vërtetë. Vullneti nuk mjafton. Mu që ka po më intereson e dënë edhe për pjesën infrastrukturore në fshatra. Si është gjendja e ndriçimit, si është gjendja e rrugëve, e kanalizimit, dhe më thonë, impjanti është përfundimi i këtë gjës ku derdhen ujrat, po si është gjendja të A di që si është gjendja, nuk është gjendje keqe, po është ka të bëj me një qasje që i thëmë ne paleval, shkeleshka. Shkeleshka. Une jam duke bashkëpunu tash me një institut për planifikim urban. Dhe do të dali me një, se të thëmë plan, i cili është kredibil. Edhe plani jem do tjetë për atë arsye është Rahoveci 2035. Nuk ka politik ditore, edhe politike mahallave, politike rrugëve, politike votave. Është politik zhvillimore, nëse një njeri personalisht nuk din çka do me bo mas 10 vite, ajo është sikur se një njeri i cili hec në terë pa dritë. Që hajde tash po nisemi ne me kerë. Nëse nuk e vendos ti në Google Map do me shku deri në Pej, ti mundesh me vazhdu edhe shkon të përfundon Ferizaj. Hajde përim këtu edhe pak, më thënë dush me ditë se ku e të shku. Këta
kanë politika ditore. Unë e obligoj veten edhe e restriktoj veten që me dal jashtë kornizave në interes të këtij vizionit të cilin po e shpalosi. Dhe rrugë, pikës pare, rrugë, çka ka ndodhur për shembull në komunën tonë tash, është skandaloze. Rrugë asfalti mirë, ushtru. Apo shtrojnë natën asfalt? Tash para zgjedhjeve, Po. domethënë është skandaloze. Para mendo 20 milion euro janë qitë në asfalt që tash, a unë me 20 milion euro, domethënë kisha investu në agroturizëm, turizëm rural, i kisha rrit punësimin për 1000 persona. Qa ma i keqe ato pare kanë shku në kompani të cilat s'janë as komunës onë. Janë me komunës jashtë. Din qytetarët e Ravecit komunës tonë se si ka shku. Paramendoj edhe janë, do më thënë, proceset të cilat janë shumë të damshme. Krejt paret publike që vinë në komunën tonë, dalin jashtë komunës tonë. Nuk po përfiton komuna jonë, nuk po përfiton qytetari. Unë që duhet them? Unë duhet them që neve na duhet mu shkëput nga kjo kulturë politike, mja o lën një trashëgimi fëmijëve tanë, diçka me cilën ata mund ta kenë një model për mujt me jetu në Ravec. Ka shumë tri edhe të reja të cilat ka dëshirë me jetu, po Raveci sot e ka një qytet të vdekur. Fatkeqësisht. Hajde me pa. Kjo nuk o fushat. Hajde me pa. Edhe e she është qytet i vdekur, Raveci. Ka gjithmonë ka qenë një qytet e vogël, po ka pas një traditë dhe kulturë simpatike. Shumë edhe të vjetër në aspektin e organizimeve gjitha. Para mendoni çka ka bo. Ka shku e ka shkatru stadiumin me bo sheshin. Unë për hapësirën e për ato nuk du me hynë detaje, po a shkatrohet stadiumi pa e bo stadiumin e ri. Klubi Ravec është njëri për klubeve më të vjetra në Kosovë. Me që jem të klubet, ju e një edhe fans i Liverpoolit. Po. Si është gjendja me sportin, si është gjendja e me Qërolofi, a ka teatër Raveci? Po jo bre se këto adin që këto janë gjona të pakapshme janë për kryetarën aktual. Po. Shiko, këto janë gjona të cilat ne i reflektojmë në politikat që i zhvillojmë. Apo kupton, një qytet i cili e ka të shkatrum sportin, teatrin, kulturën, ajo komunë e ka të shkatrum me shpirtin e vetë. Edhe kur ti e ki të shkatrum shpirtin, ti mundesh me pas të mirat materiale më të mira në botë, po e hup identitetin tonë, e hup atë sensin e të qenit qytetari një komune. Këto suksese në sport janë suksese të individve, të grupeve, të jashtëzakonshme që bëjnë për te njerëzorës për me mujtë me krenu komunën tonë me bo. Po kjo nuk është qasje institucionale, kjo është qasje e qëllimshme e ati që ta jep peshkun, por nuk të mëson me peshku. Edon, faleminderit shumë për këtë këto që i ke thonë edhe ju shpresoj të keni një garë të qetet e mirë, një mbarvajtjet e mirë, e një proces zgjedhor ku qytetarët tani më kanë me zgjedh ato të cilin ku me kanë kryetarit të gjithve, jo selektiv, edhe jo kryetar që e monitoran like-in Facebook. Faleminderit shumë jetën, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë që ishit me ne deri në këto qaste. Miqtë e mi, shimin e emision në radhës.